ke bo dhe për të tjerë. Më thonë, ajo është ndjenja që ta ofron shkrimi jo vetëm me një, unë po flasë për poezinë, me që jam poete, por edhe shkrimi një esejet mirë, një tekstit mirë, një proze poetika, apo qështdo, kur shkryon diçka që vlen, ndihesh mirë me vetën. Edhe diçka tjetër nga letra, kam zgjedh me u bë. Vërtet ne zgjedhim çfarë të bëhemi? Jo, ne kemi ëndra, kemi ide për të ardhmen tonë, shpesh ëndrat na ikin sepse nuk kemi guxim me i prek, nuk kemi guxim me i zonë, nuk kemi guxim me i realizu ato ëndra. Unë nuk jam personi që kam pas përkrajen më të madhe në këtë fushë, një marrë gjithmonë me shkrime prej shkollës mesme, po në një kohë lufte, dhe me thonë, kur nuk flitej shumë për letërsin, libri ka pas vlerën gjithmonë, po ishin kohë të rënda, ishin kohë të ndryshimeve të mëdha historike. Pa dashje, njeriu ka një thirrje të brendshme, edhe nëse dikush të pengon, po kur ke një thirrje të brendshme, ti gjithmonë ndjek një rrugë caktuar, siç ke ndjek për shembull ti udhën e gazetarisë, apo unë udhën e shkrimit e letërsisë. Okej, kemi një fotografi, 14 qershor 1999, Gjakov. Po, kjo është një foto shumë kuptim plote për mua. Unë jam ullur në ulsen e pasme të veturës. Të kësaj veturës po? Të kësaj veturës po. Je jashtë? Jo, jam anash, me thonë pjesën e djathtë të veturës, afër shoferit. Jemi gjithë shokë ma Ajo që ke dalë? Jo, ajo është një shoqe yllka, unë jam ullur në kariken e parme. Okej, po bashkë me shoferit. Shihet vetëm fytyra. Kjo është një fotografi e cila dëshmon një ditë të jashtëzakonshme për mu dhe për gjithë Kosovën. Është dita e parë e çlirimit të Gjakovës. Unë luftën e kam kalu në Gjakov dhe këtu jemi të gjithë shok mahallë dhe familjar, me thënë është Yllka, Astriti, Kushtrimi, jemi familja Rogova dhe familja Dzërza, vllajim Korabi. Është pak është e çuditshme, apo tash më duket e çuditshme kur e shoh, sepse një natë më parë ne ishim ushtarët serb në ikje, na kishin gjujt plumba në mahall, ndërkohë që të nesër mi të festohet. Dhe kjo në një esetë time në kam qytë që dita ma e rëndë, ma e vështirë e luftës është dita e parë e lirisë. Sepse mes luftës, me 13 qershor ka qenë akoma luftë e ushtarët, po iknin me 14 qershor, qyteti e Gjakovës u shpall, më thonë, u çliru. Edhe atyre kemi qenë fëmijë dhe nuk e kemi kuptu se ky hendek mes luftës dhe lirisë është shumë i madh, sepse krijon një humner mes, një humner ku vetja jona apo kujtimet tona të luftës mbeten pas, edhe ti e hedh hapin në një kohë të re, cilën nuk e njeh, nuk e din që shka me qenë. Nëse përderisa gjatë kohës trazirave politike dhe luftës, liria ka qenë mbrapa një muri të madh, një muri fiktiv, simbolik që do ta quajmë, në momentin që ti shkel liria, atëherë përpiqesh me kuptu çka do të thonë me qenë i lirë, që shkemi me jetu, na ishim me thonë të ngujun në për shtëpia, që shkeme jetu të në liri, qka keme bo, që shkeme vazhdu shkollën, me qka kanë me punu, për shkak prindrit e tu, që shkemi përjetu ti me shoqnin. Gjithçka dhe me thonë është një pikpyetje e madhe cilën... Ama gjitha këto pyetje s'kishin as pak rëndësi, ne donim veç lirinë.